kudo në Shqipëri. Departamenti Amerikan i Shtetit po ndryshon, po kthehet më në fund djathtas. Numri 1 i Byros të Evropës në 25 prill është vendur Brendan Honoran, i cili nuk ka ndonjë provojë në diplomaci, vjen nga sektori privat, investitor, por kur Rubio ka qenë në marrëdhëniet me jashtë në Senat, ka shërbyer si këshilltar për problemet e biznesit vogël në Rubion. Pra, është pjesëtar i asaj që quhet klani i Rubios. Personi lobist i cili ka lobuar për demokratët ka lidhje të afërta me të. Ndaj duket qarta si qasja e ambasadës amerikane në Tiranë, por dhe Departamentit Amerikan të Shtetit nuk ka më eufori, mbështetje pa kushte dhe blerje e heshtjes e qeverisë Rama. Nuk është rastësi që Rama jo vetëm nuk mori një telefonat nga presidenti Trump mbas 5 nëntorit, siç mori Vučić përmes ndërhyrjes Grinell dhe Kushner, por dhe vizitën e ëndërruar për të ardhur përpara datës zgjedhjeve në Shqipëri. Departamenti Amerikan i Shtetit përgatitet për një ndryshim drastik. Nuk di nëse është vendësuar personi tek ajo që quhet zyra non gradës, ka qenë një turko-amerikane me lidhje me Clintonët, nuk besoj se është më, por do shkrihen 130 zyra dhe byro në Departamentin Amerikan të Shtetit. Buxheti do të shkurtohet 50% dhe do të shkurtohen 15% diplomatëve. Të paktën 700 diplomatë lartë do të largohen. Ka kohë, ose më mirë po të themi që gjatë gjithë vitit nuk kemi asnjë cicërim të Yuri Kim në faqen e saj zyrtare. Çuditërisht riposton cicërimat për Blinkenin dhe për Bidenin që janë të vitit 2024. Nuk besoj se do të vazhdoj gjatë në atë pozicion si këshilltare në pozitën senior në Byron e Evropës. Por të jemi realist, Departamenti Amerikan i Shtetit akoma është në disarray, ende nuk ka marrë konfiguracionin përfundimtar dhe ka qasje shpeshherë të habitshme në lidhjet me qark të shkurtër me telefonata, por zyra e shtypit mbetet serioze dhe ne si Fokus gjithmonë sa herë që jemi drejtuar zyrtarisht na janë përgjigjur. Problemi është që me Departamentin Amerikan të Shtetit, mbas një pyetje zyrtare, përgjigjja vjen duke të thënë off record, pra nuk ke drejt ta publikosh. Kur është on record, duhet citosh burimin nga e merë, pra sipas një zyrtari të shtëpisë bardhë, të Departamentit të Shtetit, kjo mban era zyrtarizëm. Ka dhe raste tjera kur thonë që është për education background, për të patur një ide, por ti nuk e publikon, për të krijuar idenë se si funksionon ky departament i madh që ka 27.000 vet, nga 75%, 74% jam eksakt, janë të regjistruar demokrat për kultura e majt, por Rubio ka theksuar që ka marrë fund platforma që mbështet radikalët e majt dhe luftonte forcat konservatore kudo në botë. Ky është lajm i mirë për çdo vend vogël, për Shqipërinë, për gjysmën tonë në Kosovë. Fryma e djathtës do të jetë sunduese në departament. Logjika është që republikanët të mbajnë shtëpinë e bardhë edhe për 2 mandate të tjera. Nëse ekonomia do të vazhdojë të ecë mbas shenjave që janë krijuar 177.000 vende të reja pune, inflacioni 2%, Trump duket se është në rrugë drejt. Marrëveshja tregtare me Britaninë e Madhe tregon që ai do të jetë i suksesshëm nëse vazhdon me marrëveshje me vende të tjera, por kryesorja është me Kinën. Çka ndodhur me Kinën? Problemi nëse do ta trajtojmë lidhur me konservatorizmin që mbështetet nga Amerika, por me refraktarizmin që vjen nga Europa. Marrim një shtet si Gjermania. Gjermania ka qenë zemra e Europës si ekonomi. Ka 2 vjet që rritja ekonomike është 0 ose edhe negative. Është larguar nga prodhimi i centraleve bërthamore për energji, i ka kushtuar më shumë investime, miliardë $, për
ngrohen panele diellore në një vend që nuk ka shumë diell, dhe kosto e energjisë në Gjermani është 4 herë më e madhe se kosto e energjisë në Amerikë. Kjo ka bërë që të bjerë prodhimi. 16% e gjermanëve nuk kanë lindur në Gjermani. Shumica janë ilegal të ardhur nga vendet muslimane, të cilët nuk duan të integrohen në shoqërinë gjermane. Partia që kërkon të luftoj këto dhe të jetë e djathtë, u cilësua thuajse si terroriste nga establishmenti gjerman. Sepse kërkon të njëjta gjëra që kërkojnë republikanët në Amerikë. Pra, me ligj, askush nuk do të bëjë koalicion për të krijuar një qeveri shumicë në Gjermani, por do të vazhdojnë të bashkëpunojnë e djatha me të majtën, duke larguar një forcë që ka 20%, dhe kjo u godit fort, u luftua fort nga Departamenti i Shtetit, nga zëvendës presidenti, por dhe nga presidenti Trump. Gabimi më i madh gjerman, kësaj fuqie të madhe europiane, është se duke ndërtuar fabrika, duke dërguar në Kinë të prodhohen makina, të prodhohen çdo gjë industriale, panele diellore, mbas 10 vjetëve, kinezët, mbasi kopjuan dhe votën teknologjinë, prodhuan vetë makinat elektrike, panele diellore dhe po i shesin kudo në botë. Ky është dëmi më i madh që vjen nga Gjermania. Të njëjtën gabim kanë bërë dhe amerikanët. Për sa i përket shpenzimeve ushtarake, ka qenë me qëllim nga amerikanët që Europa kishte një ombrell mbroje ushtarake nga Amerika. Eisenhower ju tha, nuk do të keni buxhete të mëdha për luftën, sepse ju luftoni me njëri tjetrin, ju keni bërë 2 luftra, do t'ju mbrojmë ne. Ndaj them, jo unë, por dhe analistët real konservatorë, që kjo që trysnia e madhe për armatim të Europës nga Trump është e gabuar. Mbroja e Europës është garantuar nga Amerika dhe Amerika ka pasur përfitime duke qenë si fuqia madhe ekonomike, ka prosperuar pikërisht duke pasur një marrëveshje leancë me të. Trump ka thënë që nuk është më tek ajo retorikë kundër Europës, sepse janë 2 civilizime të ndërthura, nuk mund të ketë Europë Amerikën, nuk mund të ketë Amerikë pa Europën perëndimore. Vende si ne, duke pjesë e NATO-s, pse jo më vonë, në qoftë se ekziston BE-ja dhe BE-s, duhet të jenë në këtë ombrellë. Jemi me fat që jemi në ndikimin e influencës amerikane. Ekzistojmë prej tyre. Natyrisht që do doja të ndalesh edhe një dukuri që ka krijuar probleme këtu, pollet. Pollet e fundit nxjerrin sikur Trump nuk ka mbështetje për approval për ecurinë e tij. Në qoftë se ti realizon pollet të vërtetuara tek New York Times, Reuters, tek mediat e majta, kanë marrë 33% që kanë votuar për Trump. Në qoftë se ti kryen një poll të tillë, pa diskutim rezultatet do të jenë kështu. Kjo ndodhi gjatë kohës fushatës zgjedhjeve. Biden ka pranuar që ne e dinim që nuk fitonim, kishim pollet brenda. Por pollet e gjitha të majta i jepnin 5 ose 6%. Pikërisht duke marrë më shumë në polle njerëzit që ishin me demokratët, dihet që Kamala Harris kishte më shumë votuese femra, ata merrnin polle më shumë femra dhe nxjerrnin idenë sikur ishin 6%. Më shumë, nuk ndodhi. Pse them këtë? Njëta gjë po ndodh në Shqipëri. Nuk mund bësh polle nga Italia, nga Amerika, krijohet një perceptim i gabuar dhe kjo ndikonte në Amerikë. Pse ti kur e shikon që është 6% përpara, pesimizëm nuk shkojnë të votojë. Ky është një krim zgjedhor në Shqipëri. Të tjerat as nuk diskutohen. Por ata që vendosin do të jenë shqiptarët. Ka pasur probleme, do të falenderuar Spaku për ndërhyrjen në Shkodër, në qoftë se Ramës i ndalojnë dalin e bandave, Rama humbet. Nuk shkon kur më shumë se 65 deputet. Ato letrat me lapës, me zhgarravinas e 88, nuk ka shanse si. Edhe pollet që nxjerrin 52%. Forca e të vegjëlve do të jetë përcaktuese. Pra, ti si votues ke 3 zgjedhje sot. O do të jesh me sy të mbyllur për Ramën ose për PD-n, ose ke këto të vegjëlit për të dhënë një shumplak kryesisht Ramës. Mos të jetë përsëri të prallës, do të jetë si ata turk, këto i dëgjon nga servilet, janë të habitshme dhe të çuditshme. Natyrisht ata që vendosin janë shqiptarët. Nuk ndërhyet votash personale, nuk bëhet me propagandë, por kur vendi është në një kohë përcaktuese ndarje nga e shkuara
dhe për të krijuar diçka ndryshe, gjithkush duhet mendoj që ta përdor. Qëndrimet e ambasadës amerikane i keni vënë re. Nuk ka më Eurikim and Company. I kthejmë dhe njëherë, Departamenti i Shtetit ka pasur emrime vetëm në prill dhe në maj, emrime të reja. Është betuar ambasadori për në Britani. Pra janë zhbllokuar ambasadorët. Shpresoj dhe uroj të kemi një ambasador shumë shpejt dhe në Shqipëri që të rritet niveli i përfaqësimit dhe interesi amerikan ndaj nesh. Lobingjet kryen dhe japin efekte kur janë shqiptar amerikanë që i kryen, siç bën grekët, siç bëjnë serbët, ka qenë dikur Gjo, diku Ardi, ishte moshë madhe, hearing Kongres, hearing Senat, mbas zgjedhjeve të 91-shit janë thritur në Senat për hearing liderët e opozitës parë shqiptare. Duhet rikthyer edhe një herë pikërisht kjo lloj veprimtarie. Dhe natyrisht ajo që ka forcë të madhe tek Trump është media. 27 drejtues emisionesh të Fox News kanë marrë emrime në administratës fundmi, acting në prokurore në DC, Janine Pirro, e Fox News-it The Five. Kjo tregon dy gjëra. Murdoch ka një pushtet shumë të madh përmes Fox News dhe Wall Street Journal, dhe Trump është konsumator i madh i medias, sidomos i Fox News. Nuk ka qenë shpesh shpotitës në tyre, sepse pollet e fundit Murdoch gjithmonë gjatë muajit fundit ishin kundër tij si familje. Trump fitoi fal aftësisë së tij, përmbysi çdo gjë në javën e fundit. 7-8 ralli, mitingje, energjik. Pra, një paralel edhe në Shqipëri, çdo vot ka vlerë, çdo çast, çdo minutë gjithashtu. Jemi vend që nuk kemi debat. Por dhe këtu vetëm një debat të krye Trumpi nuk shkoi, ose humbi me Kamala Harris. A duhet vendosur me ligj për kryesorja që këtu si shqiptar amerikan duhet kërkuar nga administrata dhe nga Rubio ndryshimi i sistemit zgjedhor, që të mos them një ditë që ngjajmë si Gjermania ku të nxirret jashtë ligje e djathta shqiptare, do të mbesin përjetësisht të majtët. Lajmi i mirë, i gëzueshëm është ky. Nuk janë mbyllur dosjet e Ramës, as me McGonigal, as me foton e Obamës. Ai e di mirë. Me Kushneri nuk i ka ma ato lidhje telefonatës, se Kushneri ka problemet e tij. I mungoj një telefonat, i mungoj një ftesë, por çdo gjë ngjet në Shqipëri. Ajo që më shqetëson është vizita e mbretit të Jordanisë, i cili ka qenë në Shuba, larg qoftë do të marrë palestinez me mira Rama për blerë heshtjen, shqiptarët këtë nuk duhet të lejojnë. Dhe zbesoj se jo. Me vot, largohet një e keqe. Me vot, hapet mundësi për të rejet. Ju falenderoj. Kudo në Shqipëri.